Pas plot 9 muajve në hapësirë, më në fund në shtëpi, 2 astronautët u kthyen në tokë. Pas 9 muajve në hapësirë, astronautët e NASA-s Butch Wilmore dhe Sonny Williams janë kthyer më në fund në tokë. Kapsula e SpaceX bëri një rihyrje të shpejtë në atmosferën e tokës përpara se 4 parashuta të vendoseshin për t'i çuar ato në një spërkatje të butë në bregun e Floridas. Sapo doli në breg, rreth varkës qarkulluan një grup delfinësh. Pasi një varkë rikuperimi ngriti ata nga uji, astronautët buzëqeshën, ndërsa u ndihmuan të dilin nga çadra së bashku me anëtarët e tjerë të ekuipazhit. Nick Hague të NASA-s dhe kozmonautin rus Alexander Gorbunov. Ekuipazhi bëri shkëlqyeshëm punën, tha Steve Stitz, menaxheri i programit të ekuipazhit komercial të NASA-s në një konferencë për shtyp. Kjo përfundon një mision që supozohej të zgjaste vetëm 8 ditë. Ai u zgjat në mënyrë dramatike pasi anija kozmike që 2 astronautët amerikan kishin përdorur për të udhëtuar në stacionin ndërkombëtar të hapësirës përjetoi probleme teknike. Është fantastike që kriunën të kthyen në shtëpi thjesht një ulje e bukur, ka thënë Joel Montalbano, zëvendës administrator i asociuar për drejtorinë e operacioneve hapësinore të NASA-s, duke falenderuar astronautët për qëndrueshmërinë dhe fleksibilitetin e tyre. Ai tha se SpaceX kishte qenë një partner i madh për ta.